me bo për një person. Nuk vjen ai federat për një person, por vjen për me bisedu edhe me e klubë. Pe kuvend kalum këtë kuvend ka pas një njërim, i cili ka paralajmëruar këtë situatë. Komuniteti i futbollit në përgjithësi vitet e fundit e mendoj që u bë shumë toksik, sepse ka pas përçarje, ka pas shumë gjëra. Ku ka pas përçarje në fal? Ka pas përçarje mes grupeve ndryshme, ka pas debate. Cilat? Do të më Këtë emisionet sportive që i dillave, këtë janë. Kush ka qenë kundër për klubin njëri me tjetrin? Një grup është Peru, një grup është kundër, një grup është ministri, një grup është me Federatën Pajtina, na jetën në Kosovë, jetoj, po do të më cek. Kosova vjen dy lloje në futboll. Ata që janë me Federatën, ata që janë me Federatën. Po cilat janë ato që janë me kundër Federatës sot? Ta çeke se unë picek, unë po them. Kur kanë qenë dikush ka qenë. Ti po do të thosh se klube që janë kundër Federatës, klube janë kundër. Qa lidhet kjo temë me ato, më fal. Jam gatu me thënë që ka përçarje dhe nuk janë bashkum krejt njerëzit për frymën që futbolli mes për para. Në emisionet sportit non-stop dolin folin njerëz se jo agimi kështu, jo agimi ashtu, jo ai ministrisë kështu, jo ai ministrisë. Çfarë është faktor agimi për klubin e futbollit, për komitetin e futbollit? Agimi është një person. E ka pas votin e udhëheq federatën. Po federata skallzova, as nuk na i man klubet, as nuk financon klubet. Po vesh govendet këtë po jeni pru aty. Po vjen puna këtë veçani dorë. Po na përcjell puna. E çka tash nëse jem pro me në ligjin sponsorizimit tash. Po s'jam pro në për çfarë do të dash me dhënë, po se po më ndërprejnë gjë të tjera. Unë vetëm njerëzit do të më bëj bashk. Si ministria, si futbolli, si klub. Jo, më mirë me pas dikush kundër ka pak mirë. Regioni është në anë kur të është kundër tani do marrë në studio me avokat. Tani dil vetë kundër. Fat neve na morri lakmi, unë s'jam për munol ky ligj, larg qoftë. Neve na morri lakmi shtetet e regionit, pse na kena këtë ligj. Na s'po dina me shfrytzu, na s'po dina me mbështet. Jo, na po dina, po dikush s'po din. Kush? Të na po din. Këtë rast ministria. Veç ministria të pengu këtë punë. Pse do të jashtë ministria? Unë thash, nëse analizojmë vërejtet që i ka bo, të qojnë me mendu që këtu ka inote personale. Apo vjen kjo një habet që ka inote personale ndaj kujt? Ndaj federatës, futbollit. Po pse? Edhe klubet devaluar, me tentuar devaluar. Federata on shumë. Personale është njëjës. Tash personale kujna. Edhe ministria o shumës. Po te? E tash ministri. Po është po thonë inote personale. Unë nuk po më cek, ato është ministri, është drejtori, është drejtori i sportit. Hajrolla çeku ka inote personale me Agim Adem. Po do të thonë kështu. Po kjo po po të ndihmojmë më pak më me prej. Jo, unë përpara kum thonë njëjtën gjë. Në vitin 2022 kum thonë njëjtën gjë. Direkt e kum akuzuar Hajrolla çekun që ka kundër. Por me momentin kur ka bind që s'ka kundër e ka qenë 2 orë federat. Edhe aty unë jam bind që ai s'ka